Dje nga ana zyrtare policore të ekipit mobil nga njësia mobile pranë departamentit të çështjeve kufitare dhe migracionit në rajonin e sektorit për punë të brendshme Tetov, më saktësisht në rrugën magjistrale drejt fshatit Siriçin, është ndaluar automjeti i udhëtarëve Volkswagen Golf me targa kombëtare gjermane, i drejtuar nga një 46 vjeçar nga fshati Zhelin. Gjatë kontrollit është konstatuar se ai ka vepruar në kundërshtim me masën e arrestit shtëpiak, gjëqësisht është gjetur jashtë shtëpisë së tij dhe adresës ku po vuan masën e arrestit shtëpiak. Gjithashtu është konstatuar se ai nuk posedon dokumente evropiane për drejtimin e automjetit të huaj dhe automjeti ndodhet në territorin e shtetit ton për më shumë se 6 muaj. Personi është privuar nga liria, ndërsa automjeti është sekuestruar në ndyshimin për kryerjen e kundërvajtjes doganore. Dje në ora 12:40 në një fshat të Tetovës, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 36 vjeçar nga po i njëjti fshat. Paraprakisht në ora 12 në ambientet e departamentit të policisë kriminalistike Tetov, nëna e tij 57 vjeçare ka denoncuar se në shtëpinë e tyre familjare 36 vjeçari e ka kërcënuar me thik. Ai është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejshme dhe ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 23:20 zyrtar policor nga stacioni policor Gostivar kanë arrestuar një 47 vjeçar nga fshati Debresh, pasi në një objekt në rrugën Ilinden në Tetov është sjellë në mënyrë agresive ndaj zyrtarëve policor, si dhe është konstatuar se ishte në ndikimin e alkoolit. Ai është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejshme. Dje në ora 12:20 në fshatin Zhelin, zyrtarët policor nga njësia policore Grupçin kanë ndaluar automjetin motorik të udhëtarëve Volkswagen Golf me targa të Tetovës, i drejtuar nga një 30 vjeçar nga fshati Leshnice e Epërme. Gjatë kontrollit është konstatuar se personi e drejtonte automjetin pa pasur të drejtë për drejtimin e automjetit motorik, gjëqësisht pa patent shoferi. Ai është privuar nga liria për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale sipas nenit 297 A të kodit penal, ndërsa automjeti është sekuestruar dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Sot në mëngjes në ora 3:30 në rrugën Kej Vardar në Gostivar, zyrtar policor nga stacioni policor Gostivar kanë ndaluar automjetin motorik të udhëtarëve Ford me targa të Kërçovës, i drejtuar nga një 39 vjeçar nga fshati Banjisë e Poshtme, rajoni Gostivarit. Me atë rast është konstatuar se personi e drejtonte automjetin pa pasur patent shoferi. Personi është privuar nga liria ndërsa automjeti është sekuestruar për procedurë të mëtejshme dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse.